Qeveria shqiptare ka miratuar një vendim që synon të nxjisë zhvillimin e industrisë së mbrojtjes në vend. Sipas vendimit të publikuar në fletoren zyrtare dhe tashmë në fuqi, 460 mallra që importohen në Shqipëri dhe përdoren drejt për drejt për prodhimin e armatimit ushtarak, do të përjashtohen nga taksat doganore. Në dokument sqarohet se përjashtimi nga detyrimet doganore do të aplikohet për komponentët kryesor dhe mallrat e përfshira në listën e mallrave ushtarake dhe atyre me përdorim të dyfisht sipas legjislacionit në fuqi, kur këto mallra importohen me qëllim prodhimin e një produkti përfundimtar ushtarak. Ky përjashtim do të vlejë vetëm për subjektet e licencuara që operojnë në industrinë e mbrojtjes. Vendimi shtrihet gjithashtu edhe mbi lëndët e para, makineritë dhe komponentët e tjerë që shërbejnë drejt për drejt në procesin e prodhimit të armatimit ushtarak, edhe në rastet kur ato nuk janë pjesë e listës standarde të mallrave ushtarake. Lista e mallrave të përjashtuara nga taksat është mjaft e gjerë dhe përfshin materiale dhe pajisje që përdoren si në ndërtimin e pajisjeve luftarake, ashtu edhe në infrastrukturën mbështetëse të ushtrisë. Ndërto përfshihen aditiv kimik dhe katalizator industrial, flet çeliku balistik dhe çelik karboni, xham balistik dhe panele antifragmentim, pllaka alumini kundër rrëshqitjes dhe materiale izolimi, lëkurë tekstil dhe materiale për veshje të kabinave ushtarake, mobilje mjekësore, kabinete dhe lavaman për struktura ushtarake, sisteme komunikimi 4G dhe 5G, modem dhe pajisje enkriptimi, kamera dite nate, radar dhe mini radar urban, lazer, sensor dhe sisteme elektronike, sisteme ndezëse elektrike, qarkore detonimi dhe kablo ushtarake, stre për municione inteligjente dhe pajisje të tjera mbrojtje. Në listë përfshihet gjithashtu importi pa taksa i 10 makinerive industriale që shërbejnë për qepjen dhe përpunimin e veshjeve ushtarake, si dhe 10 lloje tekstile që do të përdoren për uniforma, jelek mbrojtës dhe pajisje të tjera personale për forcat e armatosura. Ky vendim duket se ka për qëllim uljen e kostove për kompanitë e licencuara, rritjen e kapaciteteve prodhuese vendase dhe forcimin e industrisë shqiptare të mbrojtjes. Përjashtimi nga taksat doganore pritet të nxjisë investime të reja, të rrisë punësimin dhe të përmirësojë aftësitë teknologjike të sektorit. Vendimi shihet gjithashtu si pjesë e strategjisë për ta bërë Shqipërinë më të pavarur në furnizimin me pajisje ushtarake, duke reduktuar varësinë nga importet e produkteve të përfunduara dhe i duke nxitur prodhimin vendas.